Territori i Kosovës për datën 6 prill 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Paraditja dhe pasditja do të jenë me intervale me diell dhe vranësira të pakta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:02 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:13 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë: Mitrovica 8 deri në 20 gradë Celsius, Podujev 7 deri në 18 gradë Celsius, Skënderaj 6 deri në 18 gradë Celsius, Pej 8 deri në 18 gradë Celsius, Prishtinë 8 deri në 18 gradë Celsius, Gjakov 9 deri në 20 gradë Celsius, Malishev 8 deri në 19 gradë Celsius, Gjilan 6 deri në 18 gradë Celsius, Ferizaj 8 deri në 18 gradë Celsius, Kaçanik 8 deri në 17 gradë Celsius, Suharek 9 deri në 19 gradë Celsius, Prizren 9 deri në 18 gradë Celsius.